Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, ta tërheqë vërejtje. Edhe po të lirohet, edhe nuk ka kurfar kredibiliteti për ballë figurës së me çështjen të cilën është thirrë kryeministrit Kurti. Faleminderit. Zoti Geci. Ermal, po e di pyetjen. S'o pyetje. E kemi trajtuar edhe sot në seancë, por edhe në sekondat e parë pas kësaj fjale në seancën kur është adresuar në seancën e jashtëzakonshme deputeti, edhe si grup parlamentar, po besoj që edhe fryma komplet institucionale e Kuvendit të Republikës është në kundërshti edhe në distancim të plot ndaj kësaj deklarate, sepse mendoj që jo veç për ne sot, por edhe për gjenerata që vinë, por edhe për shumë gjenerata të kalumen që kanë thonë shumë për këtë vend, UÇK-ja paraqet organizimin edhe arritjen më të madhe të organizimit për ta shliruar një pjesë të tokës shqiptare Kosovën tonë. E unë mendoj që në këtë drejtim secili nga ne, po sidomos deputetët e kemi obligim që t'japim maksimumin, t'i mbrojmë këto vlera, t'i avancojmë. Nga grupi parlamentar. Po tash deputeti është pjesë e formacionit që ne jemi në koalicion në listës Guxo. Unë besoj që A ndihesh krenar që i përkitni të njëjtit grup parlamentar? Nuk na bën krenar një fjalë kundër vlerës sonë më të madhe që kemi, organizimit ton për lirinë e Kosovës, në asnjë rrethon. Edhe po them me sinqeritetin më të madh, sot edhe udhëheqja e detyrës së presidentit, kryetaria e Kuvendit Albulina Haxhiu, në fjalën e parë që ka pas në hapjet e seancës, e ka bën një deklarim të qartë se jemi plotësisht të distancuar nga një deklaratë të tillë dhe ne jemi për të lartësuar vlerat e luftës tonë çlirimtare dhe organizimit që kemi pas atëherë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe presim që të gjithë ata njerëz të cilët me akuzat pa baza gjykohen në gjykatën e Hagës të lirohen sa më shpejt, ju mungojnë familjeve të tyre, ju mungojnë shoqërisë, e madje unë besoj që tërë këto vite atje normalisht që kanë qenë jashtëzakonisht vështira për ta. Ju dini që atje ne kemi edhe shefin e grupit parlamentar Lëvizjes dhe Vendosje, mikun tonë Recep Selimi. E urojmë që të gjithë që janë atje të kthehen sa më shpejt në Kosovë, edhe urojmë për një gjykim meritor që besojmë në pafajësinë e tyre të plotë. Shkojmë zgjedhje, ai çdo me që në listë prap, me që përjashtimi është problem tjetër. Prap tash po flas për një formacion tjetër politik që është lista Guxo, edhe unë mendoj që do të ketë reflektim në këtë drejtim sigurisht, së bashku dhe me